Miq, Asambleja e Partisë Socialiste u mblodh. Aleanca e përjetshme të korruptuarve u mblodh, ku hoqën disa emra, i zvendësuan me të tjerë, por dy gjëra nuk ndryshuan: programi i Partisë Socialiste dhe i vetmi emër Belinda Balluku. Programi i cili vazhdon të jetë ai i djeshmi, i çvatjes, i vjedhjes, i pronës, i pasurisë tonë të përbashkët, dhe i vetmi emër që nuk ndryshoi, pasi nuk u arrestuan sepse 82 maskarej e mbrojtën, sepse shteti dhe pushteti është kthyer në një mburoj, në një studio avokatie për të mbrojtur një të vetëm, ku 82 njerëz votuan kundër. I vetmi person që nuk ndryshoi është Belinda Balluku, pasi ka bërë një punë të jashtëzakonshme, tha kryeministri, e pa krahasueshme për Shqipërinë dhe shqiptarët, po dhe për partinë, u vu në krye të qarkut të Fierit për zgjedhjet lokale të 2027-s. Çfarë bëhet? Nuk kanë as turp me dhe as përgjegjësi me. Vazhdojnë punën, punojnë sikur asgjë mos ketë ndodhur, pasi i xhvatën, i vodhën pronën, pasurinë këtij popullit, dhe pasi e përzuan dhe përpërzen çdo ditë më tepër, dalin edhe vazhdojnë punën e tyre që sikur mos ka ndodhur asnjë gjë. Kjo qeveri sot do të kishte dhënë dorëheqjen 1 orë më parë, duke hapur rrugën zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por këta thanë që duhet të hapim dhe struktura në diasporë, struktura paralele, ku njerëzit të votojnë, sepse sipas atyre diaspora në 3 persona kanë votuar 2. Kjo është propaganda e Partisë Socialiste. Por si ka mundësi që shqiptarët e diasporës në 30 e kusur vjet ku jetojnë në një sistem demokratik, në një kulturë europiane, ku nuk varen më nga ana politike dhe nga ana ekonomike, nga partia shtet në Shqipëri, dhe ku urrojnë dhe punojnë çdo ditë më tepër me mishe, me shpirt, dhe rrojnë me djersën e ballit në vendin ku jetojnë, si ka mundësi që votojnë akoma shqiptarët, këta maskaren dhe këta hajdutur? Si ka mundësi që në Shqipëri votojnë akoma sipas krajinës, sipas fisit, sipas miqësisë, shokut, qytetit, fshatit? Si ka mundësi që po vazhdojmë akoma të votojmë në këtë mënyrë? Dhe nuk arrim dot